Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe jam e martuar prej pothuajse 15 vitesh. Kur njerëzit dëgjojnë këtë histori të timen, zakonisht qeshin ose mendojnë se unë po bëj shaka. Disa mendojnë se është thjesht një mënyrë për të tallur burrin tim, por e vërteta është më e thellë se kaq. Burri im është nga Veriu, nga një zonë malore ku njerëzit janë shumë të thjeshtë, shumë të drejtë për drejtë dhe nuk merren me romantizma. Në qytet shpesh i quajnë malok, ndonjëherë me humor, ndonjëherë me paragjykim. Unë jam rritur në qytet në një familje ku njerëzit flasin shumë, diskutojnë për çdo gjë dhe ndjenjat shprehen hapur. Kështu që në fillim ne ishim dy botë të ndryshme. Unë njohëm në një dasëm të një kushërire timen. Ai kishte ardhur për vizitë disa të afërm dhe unë isha nga ana e nuses. E mbaj mend shumë mirë atë mbrëmje. Salla ishte plot me njerëz që kërcenin, muzikë të lartë dhe zhurmë. Në mes të gjithë asaj rëmuje, ai rinte pak më njanë. Ishte i gjatë me një fytyrë serioze dhe fliste shumë pak. Nuk e di pse, por më bëri menjëherë përshtypje. Ndryshe nga djemtë e tjerë që përpiqeshin të bënin humor dhe të binin në sy, ai dukej sikur nuk kishte nevojë të provonte asgjë. Më vonë, gjatë mbrëmjes filluam të flisnim. Biseda jonë ishte e thjeshtë. Ai më pyeti për punën time, për familjen dhe për qytetin ku jetoja. Nuk ishte shumë i fjalëve, por kishte një mënyrë të qetë për të folur, gjë që të bënte ta dëgjoje me vëmendje. Pas asaj nate filluam të takoheshim her pas here. Në fillim gjithçka ishte e bukur dhe e re. Më pëlqente mënyra e tij e thjeshtë për të parë jetën. Ai nuk merrej me drama të kota dhe gjithmonë dukej i sigurt në veten e tij. Kur u martuam, mendova se do të ndërtonim një jetë të qetë bashk. Në shumë mënyra, kështu ndodhi. Ai është një burr shumë punëtor. Çdo mëngjes zgjohet herët dhe shkon në punë pa u ankuar. Në shtëpi gjithmonë përpiqet të rregullojë çdo gjë që prishet. Nëse prishet një rubinet, ai e rregullon. Nëse duhet bërë ndonjë punë e rëndë në shtëpi, ai e bën pa pritur që t'ia kërkosh. Por me kalimin e viteve, fillova të kuptoj diçka për karakterin e tij. Ai nuk është njëri që shpreh shumë emocione. Në fillim nuk më shqetësonte. Mendova se ishte thjesht turp ose mënyra si ishte rritur. Por me kalimin e kohës, fillova të ndjej një distancë që rritet mes nesh. Unë jam një person që më pëlqen afërsia. Më pëlqen të flasim gjatë, të bëjmë shaka, të kalojmë kohë bashkë në mënyrë të ngrohtë. Ai është shumë i heshtur. Shpesh kur përpiqem të hap një temë bisede të gjatë, ai përpiqet të përgjigjet me 2 fjali dhe për tema që janë tepër të shtjelluara. Një herë i thash me shaka: "Ti flet sa për 3 minuta në ditë." Ai qeshi dhe më tha: "Po çfarë ka për të folur kaq shumë?" Në fillim qesha, por me kalimin e viteve fillova të ndjej se diçka mes nesh po ftohej. Ai është një burr i mirë, këtë nuk e mohoj. Nuk është nga ata që dalin natën pa arsye. Nuk është nga ata që krijojnë probleme. Por është shumë i rezervuar, sidomos kur vjen puna tek afërsia mes nesh. Në vitet e para të martesës tonë, gjithçka ishte e natyrshme. Kishte më shumë afërsi, më shumë spontanitet. Por me kalimin e kohës fillova të ndjej se dëshira ime për atë po zvogëlohej. Nuk ndodhi me një herë, ishte diçka që erdhi ngadalë. Ndonjëherë është mënyra si sillet gjatë ditës. Ndonjëherë është fakti që nuk ka asnjë lloj romantizmi mes nesh. Nuk ka surpriza, nuk ka fjalë të bukura, nuk ka momente që të bëjnë të ndihesh e dëshiruar. Me kalimin e kohës fillova të them me humor një shprehje që tani e përdor shpesh: "E kam burrin malok dhe nuk madhez." Njerëzit qeshin kur e them këtë, mendojnë se unë po bëj shaka, por në të vërtetë ajo fjali
shpesh herë fshe një ndjenjë që e kanë shumë gra pas shumë viteve martesë. Për mua nuk është vetëm çështje fizike, është mënyra si ndihem gjatë ditës. Nëse nuk ndjej afërsi, nëse nuk ndjej që ai më sheh ende si grua, atëherë është e vështirë të ndjej dëshirë në shtrat. Një mbrëmje po rinim në divan duke parë televizor. Ai ishte i qetë si gjithmonë dhe unë po mendoja për të gjitha këto gjëra. Papritur e pyeta: "Ti mendon ndonjëherë që jemi bërë shumë të mërzitshëm?" Ai më pa dhe më tha: "Si të mërzitshëm?" "Pra, si dy njerëz që thjesht jetojnë në të njëjtën shtëpi." Ai mendoi për disa sekonda dhe më tha: "Po kështu është jeta." Kjo është mënyra e tij për të parë botën. Gjërat janë të thjeshta, ndërsa për mua ndonjëherë nuk janë aq të thjeshta. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtyre mendimeve, ne vazhdojmë jetën tonë bashkë, sepse jeta nuk është gjithmonë si në filma. Nuk është gjithmonë plot emocione dhe pasion. Ndonjëherë është thjesht dy njerëz që kanë ndërtuar një familje dhe përpiqen ta mbajnë atë në këmbë. Dhe kështu vazhdoj edhe unë. Ndonjëherë ngacmoj me humor dhe i them: "Ti je shumë alok, prandaj nuk madhez." Ai qesh dhe tund kokën. Ndoshta nuk e kupton plotësisht çfarë dua unë t'i them, por në mënyrën e tij të heshtur ai vazhdon të jetë aty çdo ditë. Dhe ndonjëherë mendoj se edhe kjo është një formë e çuditshme dashurie.